Ishim së bashku në Gjermani, tani këto momente për ta promovuar klipin, afer vetës kam një këngëtar të ri, cili quhet Dardan Tasholli. Përshëndetje Dardan. Përshëndetje. Qysh po kalon ai loma, sparin këtë diele? Shumë mirë shumë. Okej, Dardan, na po flasim për videoklipin tënd të parin, cilin e ke bë, po? Po. Okej, qysh kanë shku xhirimet? Xhirimet kanë shku shumë mirë. Po. Nuk ka zgjatur shumë, afër 3 ditë. Ka qenë e lodhshme gjatë kohës kur e ke bë videoklipin? Nuk ka qenë për arsye se kemi kalu shumë mirë. S'ka pas asnjë problem. Po, sa ditë kanë zgjat videoklipi, xhirimet, kënga, si ka qenë ideja për me bë këtë lloj muzikës? Kanë zgjat rreth 2 javë. Po, ideja e Lire Mametit, Bo Production. Okej, po du me ditë, kjo është videoklipi i para, po? Po. Qysh ke ndje gjatë kohës kur e ke bë videoklipin? Një ndjenje e mirë. Shumë e mirë. Okej, a ke pas këngëtar, ke marrë trashëgimi prej na kujt këtë lloj muzikës, zonin? Jo, unë kam kryer shkollën e mesme të muzikës, nuk kam pas asnjë antar familjes që ka këndu. Po? Po vetë kam pas talentin. Kështu. A kemi arë me diçka trem, bashkëpunim ose diçka të tillë? Pas se këngë do vi me një bashkëpunim. Bashkëpunim jo, po do bashkëpunim me kompozitor. Kështu, një këngë të re. Na po e shikojnë edhe po e ndëgjojnë klipin të parin të Dardanit. Mbete, ti mbete një kujtim, më trete, e vrove shpitin tim. Zemra se priti, u rikthyem prap, urime për këngën, për videoklipin, për qëtësin cilën e ke tregu gjatë kohës kur e ke bë. Okej, Dardan, unë po du me ditë kush kanë qenë bashkëpunues tu dhe kush ka shkruar tekstin kaq të bukur? Tekstin e ka shkruar Kreshnik Avdio. Po. Kurse orkestrimin ka bu Ardian Kastroti me Shkup. Ke ndërhyr diçka? Jo. Jo, s'kam ndërhyr se kam shumë mirë. Spontane e lezetshme. Okej, Dardan, në vazhdim kemi bë diçka të re. Do ta bëj një këngë të re me videoklip që do të dalë verës sezonal. Unë po duroj sukseset më të tjeshme, po duroj një sukses shumë të madh, inshallah shkon qysh ti dha. Faleminderit. Faleminderit shumë qeshës. Faleminderit. Tani është koha për Visarin në anën tjetër.